Mirë dita se mund të ndërprej video nga një telefonat, du të vazhdoj pak atë fillin e logjikës që ndërtova në videon e parë, pra data sot 15 korrik 2026. Pra po flisja që rezultati final, po ta shohim me gjaktësi në Kosovë, cili është që edhe pse neve bëjmë viktimën, nuk diskutohet thash dhe herë ta heqim atë pjesën e luftës, sepse ajo viktimat në gjatë luftës janë pa evitueshme. Ajo është luftë. Por rezultatin e asaj që këta thonë pastrimin etnik. Pastrimin etnik në fund fare, po të bëhet rezultantja finale, e kam mësuar serbët. Nuk e kam mësuar shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës u larguan përkohësisht, por u kthyen, ndërsa serbët dhe etnik tjera, rome tjera, u dëbuan prej shqiptarëve të Kosovës, prej ekstremistëve, prej këtyre nacionalistëve ekstrem, për t'ju marrë shtëpiat, për t'ju marrë pronat. 220.000, 250.000 janë larguar. Thash kur isha në Prishtinë më çuan te ca pallate që ishin të banuar nga serbët, dhe momentin që NATO-ja hyri në Prishtinë, me fjalë hyn ushtarët, aty është bërë nami. Domethënë janë vërsulur popullsisë serbe që t'i vrisnin, t'i eliminonin dhe janë larguar. Pra kjo është rezultati. Serbët kanë pësuar, pastaj propaganda është normale e Europës është kundër serbëve. Sepse ishte kundër Jugosllavisë, është kundër Rusisë. Ato gjykata gjoja që janë bërë janë të njanshme, nuk janë të paanshme. Kjo OSBE-ja prapë është e njanshme, nuk është e paanshme. Çdo gjë me fjalë, çdo struktura shoqërisë ndërkombëtare ka mbajtur anën e Kosovës, anën e shqiptarëve. Pse e ka mbajtur? Sepse NATO-ja bombardoi. NATO-ja të organizme s'dalin kundër NATO, sepse NATO-ja janë prodhime të NATO-s, janë faqe të njëjtës medalje. Pra rezultati në fund fare është një pastrim etnik që ka mësuar serbët prej shqiptarëve dhe prej kroatëve. Kjo është ajo që doja të thosha për ministrën e Serbisë. Problemi i Kosovës është shumë i komplikuar. Këto Albin Kurti e gjithë kosovarët kanë dashur ta zgjidhin duke nëpërmjet pastrimit etnik të serbëve. Domethënë pastrimi etnik, po themi që e filloi Miloševići, po në nivele shumë të ulta, por kaloi në të kundërt, domethënë shqiptarët mbi serbët. Ai është numri shumë më i madh në pastrimin etnik, i ato që kanë pësuar serbët prej shqiptarëve dhe prej kroatëve. Dhe duan ta zgjidhin, Albin Kurti veçanërisht kërkonte ta zgjidhte me Vjosa Osmani, me një pastrim etnik total. T'i largojmë gjithë serbët. Italianë në luftën e parë botërore, kur morën këtë pjesën e veriut, pjesën që ishte e Austrisë, të Trentino Alto Adigjes, në Trento, në këto rajonet, regionet autonome këtu në Itali, pjesa e Triestes, e pjesa e Triestes, kryesisht e Trentos, nuk i larguan austriakët ose gjermanët, që ne fituam luftën të ne dhe ju shkonin shtëpiat tuaj. Përkundrazi e shndruan këtë pjesën e veriut të Italisë, pra të Trentos, në pjesën më të pasur të Italisë. Ato fituan një status autonom, të regioneve autonome, pa hyrë në ato anën teknike të saj, në të cilën ata nuk kanë, atje nuk ndihet fare kjo gjë, që thotë unë s'jam italian, thotë austriaku, thotë jemi italian, sepse bëm pjesë tek shteti të Republika Italiane. Kështu që ai thotë unë jam italian, nuk thotë jam austriak, jam gjerman. Provoni, shkonin Bolzano juve. Nuk thonë ata që t'i vën theks fakti që janë austriak. Ne jemi Italia, thonë ata. Jemi Italia, pastaj etnia është e dyta, e kujtuan e tjera. Domethënë kuptimin cittadinanza është e para. Shtetësia. Nuk është gjua kombi, kujtuan ti fillosh me këto se kështu s'mbaron kurrë. Unë jam shtetas i këtij vendi, kam i pasaport të këtij vendi dhe kam të detyrimin që ta mbroj këtë vend ku jam, sepse mbroj veten time, dhe të luftoj për të drejtat e mia brenda këtij vendi, natyrisht. Për drejtat në raport me njerëzit që më rrethojnë, raport me shtetin veçanërisht. Pra këtë desha të them për si zgjidhet problemi i Kosovës. Problemi i Kosovës zgjidhet duke i lënë ato pjesët serbe
jo duke shkuar aty si bandit, duke vrarë serbët si ka bërë Albin Kurti, nuk vazhdohet me politikë kriminale të UÇK-s. UÇK-ja duhet zhduket fare si emër, UÇK-ja duhet eliminohet si emër, komplet, sepse kjo po krijon probleme, po vinë flamujt e UÇK-s dhe në Tiranë, se zhdun flamujt e UÇK-s në Tiranë. Shqipëria ç'pun ka me flamujt e UÇK-s? Apo duan që të nxisin, gjoja po shpërsohet, thot ai Blendi Feziu, kontradikta midis Tiranës dhe Beogradit. Jo, Tirana nuk ka lidhje fare. Shqiptarët nuk kanë lidhje me atë Kosovës. Ai është problemi i brendshëm i kosovarëve me serbët. Pse duhet përzihen shqiptarët aty me atë problem që është i tyri, i brendshëm, dhe pse të përzihen ata me problemin që na vinë këtu në protestat e Tiranës neve? Pse do vinë ata këtu? Çfarë duan këta? Ekstremistët nacionalistë. Këta janë kanceri i shoqërisë, këta janë kanceri, Marin Mema, Eleni Kocaqi, kujtu. Këta janë kanceri i shoqërisë në Shqipëri, që fusin ato fitilat për t'i vrarë njerëzit. Tani, përsa i përket Shqipërisë, unë i kam thënë 2 gjëra duhet të kërkojmë protesta. Unë këto ditë do vinë në Shqipëri, do shkoj edhe aty në protestë, do flas me ata, po pranuan të flasin, po unë e di që ata s'pranojnë, se unë i kam parë me mjaftin këta janë shumë të egër, këta nga që janë të paguar, edhe shë pa mundu të flasësh me këta njerëz, me këta protestës. Këta janë shumë më keq se Edi Rama. Janë shumë më keq. Me Edi Rama mund të flasësh, me këta nuk flet dot. Se këta janë të Sorosit, janë të OIQ-ve, të këtyre janë të huajve, janë të ndërkombëtarëve. Këta duan që të bëjnë atë shërptorin e interesave të ndërkombëtarëve. Dhe unë kam thënë dhe video tjera, kontradikta këtu është kjo e sheshi, kështu siç është sot, që kanë vetëm njerëz të paguar aty, është më keq se sa qeveria e Edi Ramës. Sepse sheshi kërkon mbylljen e tranzicionit. Çdo thot për sheshin mbylljen e tranzicionit, do thotë që ti eliminojmë gjithë shqiptarët. Pavarësisht se dalin këta gjëra në maskën, sikur po largohen shqiptarët e tjera, por domethënë rezultati në fund fare final i këtyre është që shqiptarët mos kenë më asnjë lloj peshe në Shqipëri më. Sepse këta flasin për mbylljen e tranzicionit, dhe mbylljen e tranzicionit, këta e kanë fjalën tek ekonomia kriminale, që shfrytëzon dhe ky qeni plak, Sali Berisha shkon ande nga Brukseli dhe flet thot mafia shqiptare, kujt e tjetër, jo se s'ka mafia shqiptare. Po mafia shqiptare nuk krahasohet me mafien italiane, ose me mafjet gjermane, e me mafjet e tjera. Kanë mafje shumë më të mëdha shtetet e tjera. Nuk po them që ta mbrojmë mafia, por unë më shkriju dhe një bindje tek shqiptarët. Se nëse nesër ngelesh pa buk, kam përshtypjen që këta që janë të Malavitës ta japin më shpejt i cop buk se ta japin këta njerëz të ndershëm. Njerëz të ndershëm egoistë që shohin shtëpinë e tyre, familjen e tyre, jetën e tyre, atë shohin atë meritokracinë, sukseset e tyre etj. Ata nuk të shohin fare me sy, ta kthejnë kokën fare. Kurse këta i shoh me fjalë njerëzit që kanë më shumë solidaritet, janë njerëzit shqiptarë në përburgje, që akuzohet aja Saramilo që thonë ka marrë 90% e të burgosërve në Elbasan të votave, shumë mirë. Ka marrë 90% e njerëzve më të përbuzur, e njerëzve me më pak liri. Domethënë kjo duhet mbështetur Saramilo në këtë pikë. Sepse përfaqëson shqiptarët shqiptarëve që janë goditur. Shqiptarëve që ju është hequr liria dhe që nuk respektojnë fare të drejtat e tyre. Domethënë është gjë pozitive kjo që të marrësh votat e të burgosëve, nuk është gjë negative, na e thon këta. Sepse mu ma tregojnë shumë italian këtu, kur shkojnë janë në përburgje, shqiptarët brenda burgjeve kanë një solidaritet çuditshëm. Më ndihmojnë jo vetëm shqiptarë njëri tjetrin, po ndihmojnë edhe të etnive tjera. Kështu kur kanë ata që kanë një mundësi financiare, i ndihmojnë me ushqime, i ndihmojnë me cigare, kujtun e tjere, janë shumë, domethënë aty e kanë solidaritetin. Shqiptari është i mirë në kushtet vështira, në kushtet kur rregullohet pastaj bëhet shumë i keq. Ndërsa në kushtet që i heq lirin, shqiptari bëhet shumë solidar, çuditërisht. Pra, ajo që quhet Malavita është shumë Buonavita se sa Malavita. Se Malavita më duket më keq kjo pjesa e ndershme mua. Në kuptimin sepse sot
mbi gjysmë e shqiptarëve rrezikon ato ketë bukë taj. Kush do i japi bukë nesër? Mendoni se do japin bukë këta shqiptarët e ndershëm? Do t'i japi bukë një njeri që ka vuajtur për burgje, do t'i vi keq ai, ndoshta do t'i thoj merre një tash do t'i të mbijetosh. Kështu që kjo pjesë tani që është goditur e shqiptarëve është normale gjenden në parlament, gjenden me Edi Ramën, gjenden në qeveri, mund tjetë edhe nga Partia Demokratike. Këtë në fund janë edhe këta shqiptarë. Këta janë shqiptarët e informal, shqiptarët që kanë bërë aktivitetet palishme, po themi. Për shumë po themi për drogën, sepse ka vende ku droga është edhe legale. Po, ky e ka tregtuar atij ku nuk është legale. Domethënë janë gjëra se varet se çfarë kuptohet e lishme e palishme sot. Por domethënë informale po e quajmë. Gjithë ekonomia informale. Këta këtë duan të eliminojnë ekonominë informale, në vërtet, nëpërmjet protestave të pjacës, të sheshit. Nëpërmjet protestave këta duan t'i hapin rrugën Spakut, që Spakut veproj, që të godasit gjithë shqiptarët informal. Po pa dallim fare, ose mendoni se do bëjnë dallim. Çdo shqiptar i cili nuk është në gjendje të deklarojë se si ka bërë pasurinë, se si ka bërë parat. Pra, të godasin shqiptarin, se s'do godasin tuaj. Kjo do bëhet favor tuaj dhe do merret Shqipëria në kontroll tërësisht prej tuajve dhe do bëhet një lloj Dubai ku shqiptarët do detyrohen të largohen gjithë. Po këtë efektin e largimit të shqiptarëve e kanë më shumë këta të sheshit se sa e bën Edi Rama. Këta gjoja i kundërvjet Edi Ramës për këtë, por faktikisht kjo që bëjnë këta çon më shumë, çon në një rezultat dhe më të madh sa të Edi Ramës. Nuk kam thënë dy janë ato gjërat kryesore që do të kërkojnë shqiptarët shesh. Dy, vetëm dy që i godet këta, nuk ka vend tjetër, dy. Duam, njerëzit duhet dalin aty, duam që euri, valutat me lekun shqiptar të shkëmbehen siç ka qenë në 2013, 1400 lek. Domethënë duam që qeveria të gjejë mundësitë, e i ka që të gjitha mundësitë. Qeveria ka dy instrumente që nuk i kanë vërtet, sepse ja kanë hequr tuajt. Qeveria e Edi Ramës ka kompetenca thjesht t'ju shërbejë dhe ajo tuajve dhe është kushtuar natyrisht nga presioni shqiptarëve. Nga presioni jo e këtyre të pjacës, presioni këtyre shqiptarëve që si thuaj kanë deportuar në biznese, në parlamente, kujtun e tjera. Por, po t'ishte qeveri shtet sovran, dy instrumente mjaftojnë, instrumenti monetar dhe instrumenti fiskal. Me këto të dyja shteti të mbyt, shteti nëpërmjet levës monetare, shkëmbimit për lekut me valutën, dhe nëpërmjet levës fiskale, pra taksave, shteti e çon ku të doj vendi. Ose e shkatëron fare, nëpërmjet këtyre dy instrumenteve, siç po e shkatërojnë, ose ndërhyn me fjalë që të mbaj barazimin midis njerëzve tjerë, të mbaj gjithë njerëzve barabartë. I ka që të dyja. Se këto janë analiza e çikt ekonomike, financiare, po pra dy gjërat janë. Ne duam euri të jetë 1400 lek dhe duam që çmimet e importit të hulen në nivelin që janë në Itali, nëse janë malla italiane. Çmimi në i gjithë mallave të importit në Tiranë duhet të jetë si ai që është i mesatares në shtetin italian, po themi. Duhet të jetë ndoshta edhe më i ulët për standardin e jetës. Po themi i barabartë paktën. E bën tregu, nuk e bën tregu, sepse qeveria kanë dorë, nuk i ka faktikisht, sepse i ka marrë banka botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar i kanë marrë këta. Dhe janë këta që sulmojnë qeverinë tani, nëpërmjet këtyre agjentëve të tyre të qelesheve të sheshit. Pa nxirr qeleshet aty me këto ksulat, me këto qylat me qeleshet, dhe ata thonë ne jemi qytetarë, dhe nëpërmjet atyre tani kërkon që ta nënshtrojë akoma më shumë qeverinë për interesin e vet, ose ta eliminojë, ta zëvendësojë me një tjetër. Pra çmimet e larta duhet, mendojnë që po t'jesh i pavarur, duhet aq shumë për t'i ulur. Çmimet në për supermerkate, në Tiranë, Konadje, kujtun e gjitha çfarë janë. Një vaj ulliri aty 20 euro, këtu 5 euro, jo, do ta shesish 5 euro, siç e shet në Romë. Qofse nuk e shet 5 euro, kjo shteti ka armën.
Nëse ti e shet mbi 5 euro, së detyroj, mbi 5 euro, unë, do më thënë, taksën do ta 3 fishoj, do ta 5 fishoj taksën, shofish ti 5 euro. I detyru me shit 5 euro, se dyshe falimentar. Pa i kanë këta, do më thënë që ti të gjesh, kush është çmimi i drejt. Do më thënë, jo çfarë bën tregu, shteti për çfarë është. Nëse shteti thotë është rregullator, shteti duhet që të mbajë një lloj rregulli në kuptimin që të gjejë atë gjuston, që mos bëj interesin e më të fortit dhe ta shkatërroj të dobët fare. Pra një qeveri e mirë është kjo. Pra qeveria sot nuk ka rëndësi le ta bëjë Tirana. Çoj eurin 1400 lek. Tuli çmimet e importit si në vendet nga vinë mallat. Ti uli dhe ulen çmimet të paktën gjysmë për gjysmë. Këto janë dy, si bëhen, duke stampuar më shumë lek, sepse është banka e Shqipërisë ajo që është qendra kriminale në vërtet, që kontrollon Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Amerikanët, NATO, Europa, janë gjithë aty ata. Aty janë, kanë marrë bankën e Shqipërisë dhe ai që merr parat, ai pastaj bën ligjin. Nuk e bën ligjin vërtet ai që ngre dorën në parlament, ai s'ka asgjë në dorë. Ai bën formalisht ligjet, po ligjet e bën ai që ka paran. Paran e kanë marrë këta. E kanë marrë përmjet bankës. Përmjet bankës Shqipërisë. Pra ulje çmimeve për ta mbledhur ulje çmime paralelisht duke stampuar sa më shumë lek. Stampo sa më shumë lek dhe ndalo atë rritjen e mallrave të importit, sepse 80-90% Shqipëri 90% e mallrave janë mallra importi. Shqipëria s'ka vetëm ekonomi importi. Kështu, shifemi në Shqipëri, kush dëshiron që të më takojnë ditë e ardhshme, do t'ju shkruaj nga Tirana, edhe bisedojmë aty, flasim se çfarë kontributi mund t'japim, edhe unë do t'isha që protestat të vazhdonin, po duhet të ndryshojnë në mënyrë absolute, jo kështu, sepse po vazhdojmë kështu do shkillin vetëm shkatërim. Qofse vazhdojnë protestat, duke patën në komand protestën që leshet, jemi të mbaruar. Në qofse protestat dalin me këtë, protestat shndrohen, hiqen flamujt amerikan, hiqen flamujt anglez, hiqen flamujt e UÇK-s, hiqet flamujt e NATO-s dhe dalin edhe slogane kundër Europës, kundër NATO-s, kundër Amerikës, kundër UÇK-s dhe kundër UÇK-s, kundër gjithë këtyre. Dhe del populli kërkon këto dy gjëra që ju thashun që janë kryesorët, që ne duam që djersa jonë të mbrohet dhe të rifillohet, të rivendoset rregull. Pra që nga marrja në kontroll e paras dhe marrja në kontroll e taksave, që të dyja. Kjo duhet i kërkohet qeverisë, pastaj ndurohet qeveria, vini një tjetër, apo vini tjetër, s'ka asnjë rëndësi fare. Rëndësishme është që ti të arrish një objektiv, jo të rrëzosh qeverinë, po pa arritur asnjë lloj objektivi ose duke prur një qeveri dhe më të keqe nesër. Pra këtu tani duhet shumë pjesëmarrje e njerëzve spontanë, të cilët duhet të organizohen, nga spontaniteti përpiqen të organizohen, njerëz që s'kan lidhje me të huajt, e kuptoni? Ata njerëz që janë vërtet kanë vetëm interes shqiptar. Pra që s'kan lidhje me fondacionet e huaj, s'kan lidhje me fondacionin Soros, s'kan lidhje me të huajt, me Amerikën, me asnjë të huaj, sepse këta të huaj nuk kuptojnë rusin. Ata thotë merr fonde ruse, fshehur atje, dhe këta japin në mënyrë të ligjshme këta, nuk është se kur i krijojnë këto shoqata e fondacione, këta i regjistrojnë në mënyrë të hapur, legale, të ligjshme. Por ama po e shkatërrojnë botën këta me këtë, jo vetëm Shqipërinë. Shqipërinë më shumë akoma. Dhe Kosovën, edhe Serbinë, Ballkanin përgjithësisë, aty janë futur shumë më tepër me këto shoqata, me këto fondacione. Kalofimi, eliminoni këto një në fillim. Po su eliminun këta, kjo protest, po vazhdoj kështu dhe po urrit numër njerëzve dhe komandën ta kenë këta dhe ta marrin këta rezultate në fund, dijeni që rrëzimi i Tiranës do sjellë një gjë më të keqe më mbrapa. Jeni të sigurt. Do mbyllit atë tranzicionin ku shqiptarët do dalin komplet jashtë loje, nuk do kenë më as. Jo vetëm këtë, s'do kenë as këtë lloj situate që kanë. Do të humbin dhe këtë që kanë. Do bëhen më keq, do largojnë vërtet ata që janë të varfër, por ata që janë më pak të varfër.
do largohen nga Shqipëria. Po fitoj sheshi. Po fitoj sheshi me qeleshet. Po fitoj sheshi me popullin, kuptimin tjetë popull vërtet, është tjetër gjë. Po populli vërtet nuk mund tjetë popull jo i qëve. Sa ta thonë janë populli, shqiptar janë ata, shqiptar por që bën interesat e tuajve, bën interesat e Amerikës, interesat e Europës, interesat e Italisë, interesat e Gjermanisë. Ti shqiptarje, bën ato interesat e tyre dhe në gjithë flamurin shqiptar dhe thua unë jam patriot. Ti s'je patriot. Sepse je shërbëtor dikur Enver Hoxha të varte po t'ju shërbejeve tuajve. Të dënonte, të fuste në burg përjetshëm. Kurse sot e kanë bërë legale, sigur është gjë normale. Po shkyu problemi. Ju uroj kalofshimi, ditë mirë gjithëve, miru pafshim.